Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, thot Sali ibn Saadi radiallahu anhu, kur zbriti ajeti kuranor, hani dhe peni derisa të bëhet i qartë peri i bardhë nga peri i zi, tha kishte njerëz që të gishti i kamës e tyre e lidhnin dy penë, një të bardhë edhe një të zi, edhe hanin edhe pinin, syfyrin, derisa të dallonin perin e bardhë për të zivit e koma, të gishti i kamës. Thot, kur u pase kjo është keq kuptimi, Allahu i madhëshëm e zbriti pas kësaj edhe një shtesë, kur tha, hatta yatabayyanu al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr. Derisa të bëhet i qartë peri i bardhë nga peri i zi në agimin e mëngjesit. Edhe u bë i qartë se qëllimi është dita dhe nata, kur të bëhet dallimi mes ditës dhe natës. Si bëhet dallimi mes ditës dhe natës? Do kur ajo që është e lartë shihet tërë, ajo që është e poshtë shihet ditë, domethënë vija horizontale që del në horizont, ka lindja. Kur fillon dielli me lind atje më larg, shkëlqimi i lindjes së diellit te na e bën atë vijën horizontale. Edhe fillon mu do qielli pi tokës, nata të shku e dita të ardhë, të dalë. E kjo është domethënë derisa të bëhet i qartë peri i bardhë nga peri i zi në agimin e mëngjesit. Domethënë sabahu është të ardhë e nata është të shku. Peri i zi është nata, peri i bardhë është sabahu.